E kënë dëgjuat historinë që i ka pas dithëndor. Jo. 2 vajza i ka pas, i ka martu. Ajta zam, njërën në Karadak, njërën në Karshjak, për shembull. Po. Ka shku të ki dhëndri parë, thë si ke punë, vizit të vajza, mirë, alhamdulillah, shëndosh rahat, po thot une e kam bjell tokën, po s'ka ra shi që 4-5 ditë një af, e ka lut babgjish, tash në gjuhën tonë, babgjishin. Baballak. Baballak i ka thonë, lutë Zotin se në rrugë e udhëtarit i pranohet lutja që të bjen shi. Edhe ka ndejt një pjesë të kohës, 1 orë, 2 orë, 3 orë, 5 orë, ka dal autobusit, 1-2-3 autobusa, hajde të e dhëndri tjetër, të vajzë tjetër. Po. Shemull, ata zam dërven. Po. Ose prej Shkupit Tetov. Shkon atje, ai dhëndri u ka marrë me tulla. Në atë kohë, ata tullat kanë pas nevojë për nxehtë. Si i ka bë me llot tullat, ciglat. Po. Edhe jesu kur tash haki parave që Allah, ti sjellën me shteper, sa dush me kamion. Në atë kohë s'ka pas. Po. Edhe thotë baballa ko bëptish. A ka më si me lut Zotin ta forcojë pak se flat mduket, edhe më duhet pak më shumë nxeft. Mos më roshi. Mos më roshi normale, po të nxehet koha. Nëse on 30 gradë, bëhet 40. Po pse? Po këto tullat duhet mu tha. Nëse nuk tha të humbi. Thot lutë Zotin, mbasi e në rrugë kur del jashtë. Thot njëri atje kërkon shi, ki tjetri kërkon diell. E thot dikush këtu ka me humbë, po se ajo saj. Po çka po du me thonë me këtë histori, po du me thonë që Zoti nuk i bën matematikat si i bëjmë ne. Allah subhanahu wa taala e ka kriju botën. Ka kriju qiejt, diellin, hanën, yjet, detrat, liqen të lumejtë, ku e diune oqeanat e kodrat, do të vogla, do të mdoja. Për shembull Kilimanjaro, Aconcagua atje, lumin Nile, Eufrate, si ai mundet me thonë pse son Nilit e ne. Për shembull, di tash, mund me thonë kam qefën unë që të jem në Shangaj. Po që në Shkupja. Ai tjetër duhet, ja, këto qefe, si të këtë tjetra. E kish vendos njëri me shku në Stamboll. Ama para se më nis, u ka nis me atë muhabetin qefi më i madh i Stambolli. E dytë, më thonë, kur shkoj në Stamboll, shumë qefe kam me dhënë. Po. Ka shku në Stamboll, Stambolli i madh shumë. Por 2-3 ditë, kur gjansën, s'në ka pa kur gjansën. Edhe ka thonë, ja, Stambolli ka në më i madh si qefi. Edhe ne tasha, qef po du me bo, a me analizu realitetin. Realiteti o diçka tjetër, qefet tonë janë diçka tjetër. Dhe më thonë, Allah subhanahu wa taala na ka të rregull rregullat, nëse veprojmë në bazë të rregullave, gjithçka ka me qenë rregull,